Lugina e Surrelit, një prej restoranteve Buz Projt, po shkovat e Projt tani u laga i gjithi, u bëra ujë, po është jashtëzakonisht interesant, ka dhe pjesën këtej, nuk e di duhet jenë rreth 100 tavolina, po bredh në gjithë Shqipërinë për të parë ku ndryshojnë gatimet tradicionale. Janë tradicionale dhe në fakt krenaria e vetme që kemi ne janë gatimet tradicionale. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Kënaqësi. Qa ke bo këtu tashi? Atëherë, do t'ja vazhdojmë të shpatlla e qingjit. Kush është shpatlla e qingjit? Kjo është shpatlla e qingjit me pure që ku është shpatlla me pure? Ndërkohë që ta servirëm edhe pak pjesë në pures. Shpatllë të qingjit jo? Po. Dhe puren. Më sill dhe një pirun më ta provojnë qikun vetë këtë. Qa pureje është kjo? Kjo pure patate. Pure patate? Po kjo që mbulon qa është? Kjo është pure patates, kjo është salca tartufit. Salcë tartufi? Tartufi. Kjo është ka një shije shumë të... Sa gatuhet shpatulla qingjit? Jo, si është e. është vërtet diçka e veçantë, domethënë edhe lokali. Domethënë mbulohet me pure patate. Pure patate dhe i hedh salca tartufit. Sa kohë do që të bëhet? Minimalja 35 minuta. 35 minuta. Gatuhet. Nga e merrni mishin? Mishin mundon ata gjejmë sa më të zonës. Sa më të zonës? Po mish veni. Ja dilin dot me mish veni? Jena munduar deri diku. Po këto tani ku jemi me byrekët? Kjo është byreku me qep edhe me djath kaçkavall. Kush është qep dhe djath kaçkavall? Është diçka edhe kjo ndryshe. Pastaj djathin kaçkavall ku e boni? Nga e merrni? Pa kena zonën se e ka dalë 100 herë. Se bëjnë kaçkavall to zona këtu. Po si, djath bardh dhe kaçkavall i ka të dyja. Po, edhe byrek me djath, kaçkavall edhe me qep. Po kjo është byrek me qumë, që këta byrek me qumë si Tiranës, si është tradicional edhe bëhet i trash edhe bëhet gjithmonë shumë i mirë. Por gjithmonë ka rëndësi, domethënë pjesa e produktit tjetër freskët kjo byreku me qumë. Po patjetër se po si more këto që të jenë tamam. Po kjo është pul, se dhe ne këta e përdorim shumë me qull dhe me arab. Qulli i famshëm. Po. Me mjellmisri besoj. Me mjellmisri normalisht. Se biles kam pyeti dikush njëri nga kamarierët, një nga personat kur ishim i tha Alfred Mujsiu presidentin. Me mjell misri tha, po na fliqe tha qull, tha po me mjell misri. Po pulën nga e merrni? Pula këtej zona ka Ka pula? Po ka shumë pula sa shqiptar t'i bi mos ngele pulën këmë gjithë zonën e Tiranës. Por me të drejtën e mundona në herë, domethënë kur s'ka më mirë thona s'ka se sa... Pse thonë edhe s'ka? Po normalisht do thona, ka një moment. Shpit rreth rrotull vetëm pula. Po pula. Jo, po bujqësi, ka rreth rrotull? Deri diku po, jo dha aq sa duhet, domethënë pjesa e Surrelit, por zona Shëngjërgja ne vazhdojnë të marrin. Vazhdojnë vinë nga Shëngjërgja. Po këto çfarë ishin këto? Shkurza. Shkurza? Po. Shkurza, kjo është e egër komplet. Kjo është e egër, por këto na i sjellin domethënë jo gjithmonë. Nuk mund t'i gjesh domethënë. Do të shkurcën vetëm kur mund të gjesh, vetë kur na i sjellin domethënë. Gjyqtarët na herë. Edhe këtu pasaj përgesa tava dheu tradicionale të Tiranës. Tava dhe me çaj boni me të mbrëmshme? Kjo është me mish, jo me të brendshme. Ne kena bën një farë ndryshimi, domethënë del diçka e mirë. Po sepse ka del sin shihet diçka më të rëndë, mund ta provojnë nëse do. Atë do mundohem ta provoj, po kaq shumë sa po provoj unë. Tavën dhe u të pëlqejnë shumë? Goxha. Qa janë shumica njerëzve që vinë? Tuaj apo shqiptar? Me thënë të drejtën, të kohët e fundit kena filluar të pas edhe shumë turista. Turista. Po turistët çfarë duan apo gatimet tradicionale? Po qullin e han? Qullin e diçka më mirë. E fshin gjithën, ë? Kush ha më shumë nga turistët? Kam përshtypjen gjermanët han. Gjermanët. Edhe anglez goxha mirë. Edhe anglez han mirë, ë? Goxha mirë. Po gjermanët po kur ja çon me këtë me yndyrti në tremen e çi? Jo fare. Bilet. Fillojnë, ë? Po kjo është fasule pllaqi me suxhuk. Po suxhukun nga e merrni? Nga Kosova. Nga Kosova? Po. Është suxhuk Kosove tamam? Suxhuk Kosove tamam. Tipik Kosove. Suxhuk Kosove, këtë nuk e dija që gatuaj edhe me suxhuk Kosove. Po del shumë e shishme. Edhe me pllaqi. Do ta gjejmë në luk tjetër që mos bëzë shit. Do gjejmë nga marr me këtë sa për ta provuar një moment. Se duket që është shumë e mirë. Po kjo? Ajo qumështuri më i zonës. Ky është qumështuri i zonës. Kush është pjata më e preferuar në restorantin tuaj? Qumështuri një njerëz kërkojnë na pasafat. Po qumështuri. Ta them si gjesht. Vetëm se po hëngre një racion qumështurës, po mundon nga pak. Po ku ka pak. Vetëm qumështurit po i hyre nuk i del dot. Me thënë drejtën të shpatën na kërkojnë shpesh herë. Shpatën kërkojnë. Po, shpulën. Po mishan më shumë apo zarzavate?
Me thonë drejtën, kur kalojnë te e thyn pak dietën. Vazhdoni pak dietën. Janë fundjava që vinë zakonisht? Me thonë drejtën, ne kena edhe pjesën e javës, goxha mirë kena qenë, po fund java full. Janë familjar shumica? Familjar. Familjar. Ne lokalin tonë më shumë e frekutojnë familjar. Që vinë nga zona e Tiranës kryesisht? Tirana, Rrethinat. Po të huajt si zbulojnë restorantin? Të huajt më shumë në Google, në gjëra shumë. Do më thonë, po kena pas goxha dhe pjesë e agjencisë na kanë ardhur. Edhe me agjenci vinë, Po. Bie pak shi, po dua t'ja tregoj sepse është fantastike, mund të vish me mua. Është fantastike. Këte janë duke ndërtuar një bujtin tipike toskane. Pamja është spektakolare e gjitha. Sa tavolina keni? Po shkojmë ke rreth 80 tavolina. 80 tavolina. 80 tavolina, me gjitha këtu në verë duhet jetë plot. Po full verë. Po e Cadillacu, çdo Cadillacu këtu. Po këta e kena marrë diçka nga Amerika, me thonë, me sjellë pak atë. E ke sjellë dhe i copë Amerikën surrel. Edhe i copë Amerikën surrel që t'jetë tamam. Kjo ishte pjesa më e bukur, që është pjesa e projt. Kjo në verë, do më thonë, është vërtet një parajs. Bo, çfarë mrekullie që nga pjesa e projt. Këto çelin të gjitha? Çelin të gjitha këto. Edhe këtu këtë jeshil. Edhe këtu po të vish mund të dëgjosh vetëm zhurmën e ujit, që është shumë e rrallë. E gjitha mbushet poshtë janë lodrat e fëmijëve. Lodrat e fëmijëve, po. Hecim dhe dera aty se që nga interesante. Sa minuta do të vish nga Tirana deri këtu? Nga Tirana varet domethënë po maksimumi 15 minuta është. 15 minuta. 15 minuta nga Tirana, shikuje, komplet natyrë, nga do që të rrotullohesh, se me natyrën kemi marru punë në Tiranë, po të paktën pjesa jashme, edhe pjesa e dajtit, dhe pas kanë bulu dajtin recë, të çuditshme. Sot për çudi domethënë edhe u bë më mirë, se edhe ti e shijove pak të pjesë. Po edhe pastroj ajrin më shumë. Ato janë lotrat e fëmijëve, domethënë ti po të vish mund të vendosësh dhe fëmijët këtu. Po patjetër që po. Domethënë prindët rrinë këtu, fëmijët shijojnë pjesën e lojrave poshtë. Familjar the janë shumica që vinë. Dhe goxha e frekuentojnë familjar. Zakonisht kujdeseni që ja ku është pjesa, që prodhimet jenë 100%. Mundona të majmë më të fresën e mundshme të prodhimeve. Edhe në lum mund të zbresësh poshtë? Po patjetër, janë shkallët këtu që kalon direkt edhe nga shkallët zbret poshtë tek lumi. Lumi, po. Mos më thuj që është lopa juaj ajo atje. Me tonë drejtë e komshiu se lopë tonë e kena poshtë. A i keni poshtë lopët, do? Është shumë e bukur. Është një nga zonat shumë bukura, pak, dhe po të kthehesh këtej, shire çfarë gjelbrimi ka. Të gjithë pamjen, kjo do me thonë për 15 minuta të vish të gjesh edhe fshatin nga Tirana. 15 minuta fshat, shumë bukur, edhe gjelbrimi, gjithmonë më ka pëlqyer kjo pjesa e gjelbrimit të zonës Surrelit, më ka pëlqyer shumë, është fantastike. Pse i thoni lugini ju këtu? Lugin sepse është pjesa e maleve të dyja, do me thonë kodrave që kjo i bie lugina. Si është temperatura në verë? Temperatura në darkë, do me thonë, tu është si me qenë dimër. Është më freskë se Tirana? Po, goxha. Doli dhe dielli, kësa i thonë, ta nisësh me shi e ta përfundosh me diell. Shifeni, lugina e Surrelit është fantastike, pat vetëm gatimen, po përveç gatimeve është shumë e bukur edhe pjesa tjetër. Hecim kështu me saj, se që nga më bukur. Shifeni se çfarë gjelbrimi ka. Gjithë kjo zonë deri sipër është fantastike. Është nga zonat më të bukura që ka Shqipëria. Këtej hyhet brenda sallës kryesore. Brenda sallës kryesore. Keni edhe sallë sipër? Aja përdoret më shumë, domethënë për ditëlindje, për gjëra, sepse pjesë dasme se kështu nuk bëjmë, po thjesht darka familjare. Darka familjare. Këtu duhet jetë në fundjavë plot fare, ë? Plot. Edhe pjesa e privezë, domethënë, ku janë ke rreth 20-18 vjeç që rrinë qetë. Ja ti edhe mi sytë vetëm sallës, nga e pa shqetësuar klientët që mund t'jenë. Edhe pjesa restorantit, pjesa brenda, edhe u gjaku. Pjesa më e bukur është jashtë patjetër.